Në kushtet e situatës së gatishmërisë së krijuar nga përmbytjet e 2 ditëve të fundit, hidrovorët numër 1 dhe numër 3 në Darzez po funksionojnë me kapacitet maksimal, duke tërhequr rreth 55 m3 ujë në sekond. Sipas përgjegjësit Tomor Braho, nëse prurjet do të rriten mbi këto nivele, ekziston rreziku i rritjes së problematikave në zonat e përmbytura. Aktualisht përruhet norma teknike për 1.2 metrash në nivelin e detit, ndërsa fuqia e instaluar është 2320 kW, çka mundëson përballimin e situatës aktuale. Përruajmë normën teknike për 1.2 metrash mbi nivelin e detit, por nëse prurjet do të rriten mbi këto kuota, rreziku për përmbytje të tjera është real. Rresjet e ditëve të fundit kanë krijuar probleme me prurjet e rrëmujve dhe për të menaxhuar situatën, janë vënë në punë hidrovorët, punojnë 2 hidrovorë, ku jemi të hidrovori numër 3, dhe hidrovori numër 1 Koçar, punojnë me kapacitet të plot, të 10 pompat janë në punë, niveli aktual është minus 120 cm në nivelin e detit. Nuk kemi pasur probleme me ujë. Çdo gjë të 2 hidrovorë të Koçarës, tërheqin rreth 55 ml ujë në sekond. Kjo ka bërë të mundur që mos kemi probleme me nivelin e ujit shtu. Ka bërë të mundur që niveli i ujit jetë i ulët dhe mos ketë problematika përmbytjesh në toka, se në rast se nuk do punonin hidrovorët, do ishte bërë përmbytje si ka ndodhur herët e kaluara, ku ka terur edhe lumi Jos. Megjithatë, situata kërkon vëmendje dhe reagim të vazhdueshëm nga institucionet përgjegjëse. Çdo neglizhencë institucionale apo mungesë ndërhyrjeje shtesë mund të përkeqësojë ndjeshëm situatën në zonat e ulta përreth Vjosës, ka theksuar zoti Braho. Po punohet me kapacitet të plot dhe për shumë se kaq sistemi nuk jep. Tani është radha e institucioneve të marrin përgjegjësi që ujit mos marr fjalën e fundit, ka theksuar për televizionin Apollon përgjegjësi i hidrovorëve 1 dhe 3 në Darzez, zoti Braho.